Lehtësia falas nuk ekziston. Në spitalet e Shqipërisë duhet të paguash shumë të shumta parash, thonë qytetarët e Gjirokastrës në mënyrë që të marrësh një shërbim të caktuar, pavarësisht se jeta mund të ndodhet në rrezik. Por jo vetëm kaq, ilaçet që neve kemi në vendin tonë shihen si të pasigurta, ndaj shpesh detyrohen të marrin në vendin fqinj. Po dihet ku cilësia më e mirë, nuk e di. Mbasi janë më të shinda jashme, po janë më të mira. Të gjitha të shtrojnëta. Ilaçet janë palo ilaçe njerëz, janë hiç të mira. Nuk të bëjnë efekt. Një, e dyta, vete në për spitale të gjitha me lek. Të gjitha me lek. Në spitalet shtetërore në ambulanca apo në këto nuk funksionon fare që të vizitosh, të bësh analiza, të bësh diçka. Vetëm me lek në për privat. Qofte intermedikali, qofte amerikani, qofte në të tëra dhe këto privatet e vogla, s'ka. Janë të gjitha me lek. Ju ka ndodhur të merrni ilaçe jashtë vendit ose një trajtim të specializuar? Po jashtë vendit, po i mirja për maman. Jashtë vendit. Në Greqi. Keni më shumë besim, ndoshta edhe për pjesën e cilësisë, një garanci më shumë për to? Në Greqi, po më, patjetër. Tu janë të gjitha të skaduara, gërqele janë. Në supermarkete, ndikimi i inflacionit fuqia vlerëse përjeton konsumatorin familjar për shpenzime dhe mallave të lira, por paraqiten më tepër produkte të gatshme nga rritja e tendencës së konsumit dhe mjedisit dhe punës. Rënja e popullsisë po jep efekt negativ te konsumi i produkteve të bulbetit, brumit dhe ëmbëlsirave. Në periudhën janar-shkurt 2025, sipas drejtuesve të supermarketeve, distributorëve të artikujve ushqimor dhe përpunuesve, kërkesa për produkte të shportës ushqimore është më e lartë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Por si importues e madrave ushqimore dhe prodhuesve në luftë për të ofruar çmime sa më të mira, pasi qasja e konsumatorit është për shpenzime të kujdesshme. Në muaj janar, kategoria ushqimore shënoi rënje në vlerë prej 5.4%, ndërkohë që numri i produkteve të shitura u rrit me 5.2%. Shqipëria është drejt rrugës së transformimit në një qendër inovacioni dhe zhvillimi. Sapo ka në fuqi strategjia e specializimit inteligjent 2024-2030, e cila synon të identifikojë fusha premtuese të referuara si fusha prioritare me qëllim nxitjen e inovacionit dhe zhvillimit të qëndrueshëm përmes ndërhyrjeve publike dhe private. Këto fusha prioritare identifikohen bazuar në pikat e forta ekonomike, inovative dhe shkencore të vendit, njohurit e ekspertëve dhe dialogun me palët e interesit të sektorit privat, akademisë dhe shoqërisë civile. Pikërisht ky mos përcaktimi i fushave prioritare vetëm nga poli i bërësit është një nga veçoritë kryesore të procesit strategjik. Tre nga fusha prioritare të kësaj strategjie janë energjia e rinovueshme dhe burimet natyrore si turizmi, zinxhiri ushqimor i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm. Fusha e parë synon konsolidimin e Shqipërisë si lider në energjinë e rinovueshme dhe menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve. Prioriteti i turizmit synon të tërheqë një audiencë globale duke ruajtur integritetin ekologjik dhe historik të vendit. Kulla historike në qytetin holandez Valkenburg është shembur në rrethana të panjohura dhe një kërkim është nisur për viktimat e mundshme. Kulla 30 metra e larg ishte një atraksion popullor turistik. Kryebashkiaku i Valkenburgut, Dan Prevost, tha se shemja dolli në mëngjes kur zona e kullës ishte e paritshme, kështu që autoritetet nuk presin viktima. E ndërtuar në vitin 1906, kulla kishte një restoran dhe u ofronte vizitorëve mundësinë të ngjiteshin në maj. Shkaku i shembjes do të hetohet, ka thënë Agjencia Rajonale Mbrojtjes Civile, duke shtuar se ende nuk dihet nëse ka viktima. Instituti Meteorologjik Mbretëror i Hollandës regjistroi lëkundje toksore në stacionin e tij të monitorimit sismik pranë Valkenburgut në orën 5:30 minuta. Qyteti u ka bërë thirrje turistëve të mos e vizitojnë ndërtesën e shembur dhe zona rrethuar. Trump
theksoi se lideri i ISIS-it u vra nga një operacion i ushtrisë amerikane në bashkëpunim me qeverinë irakane dhe ato rajonale kurde. Lideri i arrestuar i ISIS u vra në Irak. Luftarët e anë të patërën ndojqën pa pushim. Idhës së ditë mirë dha fund së bashku me një tjetër antar të ISIS-it, në koordinim me qeverinë irakane dhe qeverinë rajonale kurde, paqja përmes forcës, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka emëruar general-majorin Andriy Khnatov si shef të ri të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Ukrainës në një përpjekje për të përshpejtuar reformat ushtarake dhe për të rritur gatishmërinë ushtarake të forcave të armatosura. Dekreti i shpallur të dielën në faqen zyrtare të presidencës njoftoi se Khnatov do të zvendësojë generalin aktual. Ministri i Mbrojtjes Rustem Umerov tha se ndryshimet në ushtri janë pjesë e një përpjekje për ta bërë atë më të gatshme për luftime, duke përmirësuar sistemin e menaxhimit dhe duke vendosur standarde të qarta. Khnatov, me 27 ditë përvojë ushtarake, ka qenë së fundmi komandanti i brigadës së marincave dhe ka shërbyer në rajonin lindor të Donetskut. Me një ushtri që përbëhet nga rreth 880.000 ushtarë, Ukraina vazhdon përpjekjet për të përgatitur më mirë për sfidat që sjell lufta e vazhdueshme. Të paktën 59 persona humbën jetën në orët e para të mëngjesit të së dielës në qytetin lindor të Maqedonisë së Veriut, Koçan, si pasojë e shpërthimit të zjarrit gjatë një koncerti me qindra pjesëmarrës në një klub nate. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka shpallur 7 ditë zierë për këtë tragjedi. Deri më tani janë identifikuar 35 viktima, prej të cilëve 31 nga Koçani dhe 4 nga Shtipi. Mbi 155 persona janë shtruar në spitale, kryesisht në klinikat e Shkupit. Kryeministri i Maqedonisë ka thënë se objekti ku ka ndodhur tragjedia kishte licencë të falsifikuar, e cila ishte lëshuar në mars të vitit të kaluar. Ai ka paralajmëruar përgjegjësi penale për të gjithë të përfshirët. Ministri i Brendshëm i Maqedonisë ka thënë se sipas informacioneve të marra, zjarri ka shpërthyer së pasojë mjeteve piroteknike që janë përdorur për efekt ndriçimi në koncert. Ministria e Brendshme në koordinim në zyrën e prokurorit publik ka thënë se 20 të dyshuar, 15 prej të cilëve janë ndaluar nga policia.